është momenti të dëgjojmë fjalën e kryetarit të shoqatës Nexhat Albania, zoti Aldo Sullovari. Faleminderit të gjithëve që keni ardhur. Jam shumë i nderuar për të gjithë ju të cilët keni gjetur kohë nga koha juaj për shërbim së kësaj dite. Sot është 20 qershor dhe jemi mbledhur për të folur për një datë që organizata Mujahedine e paraqet si ditën botërore të rezistencës, ku çdo vit në këtë datë e organizon tubime politike në shtetin e Francës dhe përpiqet që të paraqitet si përfaqësuesja legjitime e popullit iranian. Por ne kemi të drejtë të shtojmë një pyetje të thjeshtë dhe shumë të qartë. Kundër kujt po reziston sot Meku? Kur flasim për organizatën e Mekut, nuk duhet të harrojmë dhe historinë e tyre që kanë ardhur deri në këtë ditë. Kjo organizatë nuk është e njohur vetëm për sloganet e saj politike, por dhe për një të kaluar të mbushur plot me atentate, shpërthime, veprime të armatosura, bashkëpunime me regjimin e Saddam Husseinit gjatë luftës kundër Iranit. Këto janë fakte të dokumentuara në raporte ndërkombëtare dhe në historinë bashkëkohore të rajonit. Prandaj askush nuk mundet të kërkojë që opinioni publik të harrojë të kaluaran dhe të gjykojë organizatën vetëm nga propaganda e sotme. Në radhë të dytë, populli iranian ka treguar vazhdimisht se kërkon reforma, zhvillim, demokraci dhe pavarësi. Megjithatë, Meku nuk ka arritur të fitojë mbështetje të gjerë brenda Iranit për kaq vite. Përkundrazi, historia e kësaj organizati ka treguar se është mbushur me konflikte, aleanca të diskutueshme dhe veprime që janë krijuar në ndarje të thella mes vetë iranianëve. Një organizatë që pretendon të luftojë për liri duhet së pari të japë liri brenda radhëve të saj, dhe këtu i dedikohemi dhe i frymëzohemi nga gjithë historitë që janë treguar nga ish-anëtarët për vetë anëtarët që ndodhen brenda Mekut. Një organizatë që pretendon të mbrojë të drejtat e njeriut duhet së pari të respektojë të drejtat e anëtarëve të saj. Dhe një organizatë që pretendon të përfaqësojë popullin nuk mundet të qëndrojë të shkëputur nga familjet, nga shoqëria dhe nga realiteti i gjithë popullit që pretendon se përfaqëson. Shoqata Nexhat ka ngritur vazhdimisht shqetësimin për fatin e shumë anëtarëve iranian që jetojnë në Shqipëri tashmë, për të drejtën e tyre për komunikimin e lirë me familjet e tyre dhe për nevojën që zëri familjeve të dëgjohet nga institucionet ndërkombëtare. Pikërisht për këtë arsye ne jemi drejtuar para pak ditësh ambasadës franceze në Shqipëri dhe institucioneve përkatëse me kërkesën që aktivitetet e Mekut të mos shihen vetëm si tubime politike, por të shqyrtohen dhe në dritën e akuzave dhe dëshmive të shumta të ish-anëtarëve mbi shkeljen e të drejtave themelore të njeriut. Sot, 20 qershori nuk duhet të jetë dita e propagandës politike, por duhet të jetë dita e llogaridhënies të gjithë ideologjisë që ata kanë ushtruar deri më sot. Duhet të jetë dita kur do shtrohen disa pyetje shumë të rëndësishme. Pse shumë familje iraniane vazhdojnë të kërkojnë kontakt me të afërmit e tyre? Pse ka shumë ish-anëtar kanë dalë publikisht kundër praktikave të kësaj organizate? Pse organizata Mujahedine refuzon përballjen e hapur me kritikat e zëra të familjeve? Rezistenca e vërtet nuk është kundër një kombi apo kundër një populli. Rezistenca e vërtet është kundër ekstremizmit dhe kundër kultit ndaj individit, kundër mohimit të lirive personale dhe kundër çdo forme manipulimi politik të qenies njerëzore. Ne besojmë se armja e shtetit të Iranit duhet të vendoset nga vetë populli iranian dhe jo nga organizata që kërkojnë të flasin në emër të tij pa patur legitimitetin për të folur kundrejt një populli. Si shoqata Nexhat Albania ne do të vazhdojmë të mbrojmë të drejtat e iranianëve të cilët jetojnë në Republikën e Shqipërisë, të kërkojmë transparencë për kushtet e jetesës së këtyre anëtarëve që ndodhen në organizatën Mujahedine, të mbështesim familjet që kërkojnë kontakt me të afërmit e tyre të cilët ndodhen në territorin tonë, të kërkojmë bashkëpunim organizata dhe institucione që të mbrojnë të drejtat e njeriut dhe të kundërshtojmë çdo formë radikalizimi, manipulimi dhe abuzimi me individin. Ne besojmë se një ndër rreziqet më të mëdha për çdo shoqëri është ekstremizmi politik. Kur një organizatë konsideron veten të vetme, të vërtetë, dhe refuzojnë që çdo mendim ndryshe të jetë i zbatueshëm,
ajo largohet nga vlerat demokratike dhe afrohet me mentalitetin ekstremist. Për shumë vite organizata Mujahedine ka ndërtuar një kulturë politike që nuk pranon kritikën e brendshme dhe nuk toleron mendimin ndryshëm. Isha ndarë të shumt që sot janë mesnesh në mbajtjen e thelimet e tyre, ka treguar se kundërshtimi i vijes së organizatës trajtohej si tradhti, ndërsa bindja e verbër paraqitej si virtyt. Kjo nuk është kulturë demokratike, por është një qasje që ngre shqetësime serioze për natyrën e organizatës. Ekstremizmi nuk matet vetëm me armë apo me dhunë. Ekstremizëm është dhe kur individi i mohohet të drejta për të menduar i lirë dhe për të zgjedhur të ardhmen e tij dhe për të mbajtur kontakte minimale me familjen, për të shprehur mendime të ndryshme pa frikë nga ndëshkimi apo izolimi. Ne kundërshtojmë çdo formë ekstremizmi, qoftë ai fetar, politik apo ideologjik. Asnjë organizatë nuk mundet të pretendojë se fiton liri, ndërsa brenda strukturave të saj kufizon liritë më kryesore. Sot, komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë vigjilent ndaj organizatave që përpiqen të paraqiten si forca demokratike, por që akuzohen nga kritikët e ish antarët për praktika autoritare dhe izolim të antarëve të tyre dhe mbi të gjitha akte terroriste. Demokracia nuk matet me konferenca luksoze apo slogane të larta politike, por ajo matet me respektimin ndaj dignitetit të lirisë së njeriut. Shoqata e gjatë Albania ngri zërin kundër çdo forme radikalizimi dhe ekstremizmi politik. Ne besojmë se ardhmja ndërtohet mbi dialogun, tolerancën dhe respektin për të drejtat e njeriut dhe jo mbi urrëtitjen, izolimin dhe fanatizmin ideologjik. Ndërsa sot, mesazhi ynë është tepër i qartë. Asnjë organizatë nuk është mbi të drejtat e njeriut dhe asnjë kauz politike nuk mund të justifikojë izolimin e njerëzve nga familjet e tyre dhe asnjë propagandë nuk mund të zbotësojë të vërtetën. Historia ka treguar se organizatat ekstremiste mund të ndryshojnë sloganet, ndryshojnë dhe aleatët dhe metodat e tyre, por nuk mundet të ndryshojnë lehtë mentalitetin. Pikërisht për këtë arsye, transparenca dhe llogaridhënia dhe respektimi të drejtave të njeriut duhet të kërkohet pa kompromis dhe çdo organizatë që pretendon të flasë në emër të një populli. Le të jetë 20 qershori një ditë reflektimi për të ardhmen e Iranit, një ditë solidariteti për familjet dhe një ditë mbrojtje e lirisë së vërtet për të komunikuar me fëmijët e tyre të izoluar nga organizata terroriste Mujahedine. Faleminderit shumë për të më ndihmuar. Pra atëherë shpallim mbyllimin e konferencës. Ju falenderoj gjithëve për pranimin tuaj. Do të shihemi në aktivitetet e tjera. Faleminderit.